të play-offit? Unë mendoj që Prishtina çdo herë ku lun, si ekip më i trofeshëm, çdo herë kanë ambicie dhe apetite të larta. Unë mas pari e vlerësoj shumë ish trajnerin Bilge, i cili mendoj që ka bërë një punë të mirë, për të cilën edhe më duket ka qenë i ftuar më shumë për t'i promovoj basketbollistë të ri, po më duket mas asaj fitores që e pat Prishtina për kupë ndeshjen e parë me Trepçën, po më duket se ndiqysh brenda natës u ndrun ato U rritën ambicet për titull dhe sa i përket rosterit për lojtar të huaj, kështu pa asnjë dyshim e them që Prishtina i ka lojtar të huaj më të mirë në ligë në këtë moment. Shumë e vërtet. Që mendoj që gabimi i Prishtinës ka qenë e para që i ka leju mu largu lojtarët më të mirë vendor, që mendoj që nuk ka ndoshta rotacion shumë të vendorëve për sa i përket trofeut. E në momentin e ardhja lojtarëve të huaj emra të mëdhej, mendoj që duhet një trajner që ka shumë autoritet, edhe një trajner që ka shumë background, që mendoj që kjo i ka mungu edhe Bilges, gjë që u pa edhe në ato dy ndeshjet e fundit të tij, domethënë në finalen e Ligës Unike dhe asaj turprimi që e pat me PN 170. E kështu që mendoj që në këtë moment Prishtina ka bërë një lëvizje të mirë sipas me, dhe se trajnerin fjalë personalisht nuk e njoh, po sa pata mundësi me mu informu në karrierën e tij, po është një trajner goxha i dëshmuar. Ashtë më shumë i njëjti, po më duket para 3 muaj dhe pas ka fituar një trofe në Meksik me lojtarin e tyre më të mirë, Mahal Bashic. E mendoj që në këtë minutë tash, a ka me pas kuaj mi ndrejsh këtë senet, pas i vesh play-offi po fillon të mërkura, as ka me mujt, ato nuk muj me paragjiku. Ti shkon në vend dytë, Kish pas kohë ma shumë mirë, pasi kjo ke pa. Po, një sen e di që Prishtina ka me shën një arë e fort në Trajner, sa beson që vllaznimi do të ketë forcë që edhe njëherë ndoshta Prishtinës t'ja shkaktoj atë humbjen ose eliminimin, nëse kthehen Trey Anderson dhe Ariana Azimi, pasi po vret dukshëm mungesa e tyre. Vllaznimi mendoj që objektivin e sezonit e ka te kalu si vjet, do më ata na kretë në start e dim që bashkë me neve kanë qenë klub që kanë luftu për mbijetesë. Besoj që ata vetë, qyre se cilin njeri që ka ambicje në jetë, mirët me sport, pretendon çdo herë lartë më lartë, por ata vetë nuk e kishin besu që sot ato ku kanë ardhur. Do të thjesht e kanë siguru play-offin shumë më herët, 5 xhiro, 6 xhiro mos gaboj pa përfundu, domethënë stinori rregullt. Edhe plus asaj kanë arrit njerëz pari ta kalojnë një grup shumë të vështirë në Ligën Unike, që ne kanë kaluar edhe bashkimin. Pastaj e kanë fitu Ligën Unike edhe tash janë play-off. Po unë prapë që potencova me ardhen e trenerit Sharin, aty u ka kriju një kemistri edhe që tha treneri një bosh një lojtarëve vendor me shumë energji, por unë nuk e shoh si pengesë, normal, kollaj nuk kam e pas, po thjesht e shoh Prishtinën si gjysmëfinalist. Jemi ka fundi bisedës dhe po i shkoj